Bia surprizon gjithë shtëpinë, puth lavdrimin në buzë gjatë lojës me Qirin, atmosfera në shtëpinë e Big Brotherit u ndes krejt papritur gjatë lojës me Qirin që banorët po zhvillonin në sallon. Loja filloi si një sfidë e thjeshtë, me batuta dhe përqeshje mes banorëve, por kulmoi në një moment që askush nuk e priste, teksa radha i erdhi Bias, ajo u afrua ngadalë te lavdrimi, duke buzëqeshur me atë shikimin e saj provokues që i lë gjithmonë të tjerët në dilemë. Banorët nisën të bërtasin, të qeshnin dhe të thonin mos e bën. Por Bia nuk u tërhoq, në një çast të shpejtë, me gjithë sytë e shtëpisë mbi ta, ajo e puthi lavdrimin në buzë, një puthje e shkurtër, por e mjaftueshme për të ngrirë krejt ambientin për disa sekonda. Banorët shpërthyen menjëherë në britma e të qeshura, disa të habitur, disa të shokuar, të tjerë të ngazëllyer për dramën që po vinte. Lavdrimi mbeti i buzëqeshur, pak i hutuar, por dukshëm i kënaqur nga vëmendja që mori. Bia u largua duke qeshur dhe duke thënë, "E po. Loj është loj." Ky moment u kthye menjëherë në temë kryesore të shtëpisë, me komente, analiza dhe pak xhelozi të fshehtë nga disa.